Shqiptari rrezikoi jetën për t'i shpëtuar nga mbytyja në lumë. 2 fëmijët nuk mbijetojnë, prindrit bëjnë gjestin prekës. 2 fëmijë, 13 dhe 14 vjeç, që ranë në lumin Arakthos në Arta të Greqisë, kanë humbur çdo shpresë për të mbijetuar, pasi mjekët konfirmuan se të miturit kanë hyrë në gjendje të vdekjes klinike. E vetmja gjë që i mban në jetë janë pajisjet mjekësore. Në këto rrethana tragjike, prindrit kanë marrë vendimin e dhimbshëm por fisnik të dhurojnë organet e fëmijëve të tyre për të shpëtuar jetë të tjera. 2 të miturit u nxorën nga lumi pa shenja jete. Ledian Goga, i cili u hodh në ujë pa hezituar dhe arriti t'i nxirrte. Pas një reanimacioni intensiv, ata u dërguan në një spital në Patra, por dëmtimet në tru dhe mungesa e oksigjenit për më shumë se 1 orë rezultuan fatale. Në vendin ku ndodhi tragjedia, miqtë e tyre kanë vendosur lule dhe mesazhe prekse, duke i quajtur heronj që do të kujdesen për gjithmonë.